Përshëndetje shikues të nderuar, sërish këtu në Fokus në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë në studio duke qenë se jemi në prag edhe të mbylljes fushatës elektorale janë këto ditët e fundit me kandidatin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për deputet në qarkun e Vlorës, Edmond Fetau. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si po ecën fushata në këto ditë të saj të fundit dhe i kënaqur me çfarë keni arritur? Unë thash edhe në fillim po themi të fushatës, gjë që gjirasin ta rikonfirmoj përsëri që jam i befasuar nga mikpritja, nga pritja që është bërë jo vetëm kandidaturës time vetë parë, por përgjithsisht kandidaturave të Partisë Demokratike të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, por sidomos programit ambicios të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Pra, jam i befasuar për mirë në këtë rast nga pritja që më është bërë të qytetarët e Vlorës, po jo vetëm të gjithë qarkut të Vlorës. Pra, ju fushatën e keni shpërndar në gjithë qarkun, jo vetëm në zonën tuaj apo në qytetin e Vlorës. Po, i keni shkelur të gjitha këto zona? Pa tjetër, sepse kodi elektoral është i tillë që ne konkurrojmë në listën e hapur të Partisë Demokratike Aleancës Shqipërinë Madhështore, ashtu si dhe të tjerë, dhe sigurisht që kërkojmë vota mbështetje në të gjithë zonën që mbulon qarku i Vlorës, duke filluar nga Konispoli deri në Novosel. Dhe dua të them që në të gjithë zonat që kam shkelur, situata është ajo që unë përmenda në përgjigjen që i bëra pyetjes suaj të parë. Pra mikpritja e qytetarëve e votuesve të gjithë qarkut të Vlorës. Po çfarë keni gjetur veç mikpritjes? Pra keni gjetur probleme, shqetësime që qytetarët kanë dhe në këto ditë të kësaj fushate që edhe për ju ka qenë intensive duke qenë se jeni në listën e hapur. Çfarë ju kanë ngritur si shqetësim? Patjetër Ermal, besoj që edhe ju e keni transmetuar në kronikat tuaja dhe sigurisht që nuk pritet që të vim ne si kandidat në këtë muajin e fushatës të tregojmë për probleme, sepse edhe televizioni juaj i ka pasqyruar problemet. Sot gjithë opinioni publik i di problemet që ka qarku i Vlorës dhe gjithë Shqipëria, por sigurisht kur i prek nga afër, kur shkel nga afër, ti shje që përveç problemeve të mëdha, problemeve po themi me karakter kombëtar, që ne i kemi përmendur siç janë shpopullimin, siç janë rritja galopante e çmimeve, siç janë pensionet e ulta, rrogat e ulta, etj që nuk e përballojnë dot jetesën, sigurisht që ka probleme lokale në çdo vend. Diku me shpronësimet, siç ishte në zonën e Babicës për shembull, që ishte një fakt që unë ndesha atje që për Bashkia e Vlorës për efekt të zgjerimit të varrezave, po u shpronsonte tokat e banorëve të Babicës në mënyrë abuzive, pa i dëmshpërbyer ose duke kaluar nga ullishte në zëra të tjerë të katastral, zëra të tjerë të cilët sigurisht që nuk kanë të njëjtën vlerë. Dhe ky ishte një shqetësim që unë ndesha atje. Me që jemi këtu, fshati Babicës është një fshat që ka 35 vjet pa ujë. Është 2 kilometra nga Vlora. Rrugët, bile edhe në Facebookun tim, pra një kronik para shumë kohësh, para një muaji ku çoj ujë me bidona. Vitin 2025. Një vend që pretendohet që do hyjë në Bashkimin Evropian të çojë ujë me bidona në po themi kulmin e pranverës, lëre më pastaj për vaditje apo për punë të tjera të bujqësisë që është ajo zonë. Po kështu, pak më tutje në Alikop, rrugët të pavëna dorë prej vitesh, gjithashtu problemi i ujit. Në Konispol, ku është një zonë që është e njohur për kultivimet bujqësore, sidomos të mandarinës, ku shteti nuk ishte vendor për sa i përket subvencioneve. Dhe sigurisht banorët e asaj zone ishin detyruar të emigronin, ndërkohë që zona është e njohur për prodhimet bujqësore, prodhimet blegtorale për eksportin e mandarinës, por në mungesë të mbështetjes nga shteti me subvencionet, sigurisht që ishte këto problem. Në zonën e Vlorës, po themi në zonat jashtë Lungomares apo jashtë rrugëve kryesore transballkanikës apo bulevardit kryesor, kemi probleme të infrastrukturës. Një trafik i jashtëzakonshëm, rrugë të hapura të lëna në mes, pra një sër problemesh të cilat sigurisht ti i ke dëgjuar, i ke parë, po ku shkoni prek nga afër,
ti sheh se sa problematike janë për komunitetin dhe për njerëzit. Dhe aq më tepër atëherë kur shihet që prezenca e shtetit, dora e shtetit dhe institucioneve është pothuajse inekzistente. Problemi i plerave, që ju e keni transmetuar vetëm para pak ditësh, nuk e di, u bë inaugurimi apo fillimi punës së landfillit, që sigurisht ishte për qëllime elektorale sepse nuk vazhdon të punoj. Mund të thuash pafund probleme. Makinat e pastrimit qytetit që ti shikon në kulmin e trafikut, në kulmin e ditës, futur edhe në kundravajtje për të marrë mbeturinat që ne e dim në të gjithë vendet e botës, ka një moment, ka një kohë ku bëhet pastrimi në mënyrë që të mos bëhet pengesë për qytetarët. E dhjetra probleme të tjera të kësaj natyre që thash janë me natyrë lokale, me natyrë zonale, që u mbi vendosen të gjitha atyre problemeve me karakter kombëtar që ne i kemi trajtuar dhe besoj që do t'i trajtojmë më pas. Për shkak edhe të kodit zgjedhor, të listave të hapura si kundër ju e thatë edhe vetë, do të duhet që fushatën të ashtrinë në gjithë qarkun e Vlorës. Por flasim lokalisht aty ku edhe ju e përmendet. Rajoni numër 4, ku ju përfaqësoni më tepër, pra jeni pjesë e atij rajoni, cilat janë problematikat e tij? Pra ka qenë një rajon që e kanë dirë dorë në investimeve, apo? Sigurisht që në 35 vjet ju e dini që rajoni 4 është rajoni fundit, që është prekur nga investimet në qytet. Lagja i Maj, ajo zona që është në krahun e djathtë kur shkon për në pyllin e sodës, pra asaj të rrugës Sazani, që njihet si lagja Kume të themi, vitet e fundit sigurisht ka pasur dorë në investimeve, por që sigurisht janë të pamjaftueshme. Në brendësitë e rajonit, qoftë në rrugën Misduran, qoftë në rrugën që shkon deri te kanali Naungës, pra nga rreth rrotullimi Çolës te kanali Naungës, qoftë vetë kanali famshëm i Naungës që është bërë simbol i asaj lagje për keq, në kuptimin që dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë në atë gjendje. Kemi rrugët Prënje Petoshati, Remzi Ramo, që janë pas dyqaneve të Çolës, të themi që unë jam skandalizuar se si mund të ishin në atë gjendje në vitin dhe në kohën që jetojmë. Po kështu problematika të tjera, të sigurisht banorët e zonës mi thanë që kanë të bëjnë me legalizime, me vonesat në legalizime, furnizimi me ujë të pishëm, që është një problem. Pra, sigurisht janë bërë investimet, por janë krejtësisht të pamjaftueshme për atë rajon dhe për atë zonë, e cila me sa pash dhe sigurisht jam i kënaqur për të pjesë, ka filluar të ingranohet dhe në atë që quhet turizmi familjar, dhe unë jam i kënaqur për këtë pjesë, por sigurisht ata banorë kanë nevojë për mbështetje dhe unë e gjeta. Një gjë tjetër që dua të përmend që është skandaloze, ishte edhe në kronikën tuaj para 2-3 ditëve dhe unë kam bërë dhe unë një vizitë atje dhe një lajm në Facebookun tim, që është çështja e gabinave të plazhit vjetër. Do të thënë është një turp që nuk di si ta përshkruaj për gjithë institucionet e Vlorës. Bile unë do thosha për gjithë qytetarët e Vlorës, sepse në fundit qytetarët janë ata të cilët duhet të kenë dhe pjesëmarrje aktive dhe nuk mjaftojnë thjesht me ditën e votimit. Ajo është një gjendje skandaloze. 10 familje që jetojnë në ato kushte skandaloze dhe përveç faktit që ishin ato kushte, unë vura re një gjë që dua ta them këtu, që vura re frikë në sytë e tyre. Pra ata kishin frikë se mos u ishin asistencën sociale, ata kishin frikë se ndoshta mund edhe të hiqnin nga vonesa në rast se takonin përfaqësues të opozitës, gjë që në mendimin tim në kohën që jetojmë është totalisht e tepërt. Përveç që janë të fyer nga institucionet duke i lënë ato kushte, përveç që janë të nëpërkëmbur, të lënë pas dore, sigurisht ushtohet edhe kjo frika apo presionin që bëhet nga institucionet, besoj që është e tepërt. Ajo është një njoll turpi për Vlorën e vitit 2025. Çfarë duhet bërë sipas jush? Shiko, ajo zonë të gjithë, po, atëherë unë ju thash atyre dhe po e bëj këtë premtim solemn nëse mundohem në kuvent, unë do këmbgul që secili nga ata banorë që jeton në ato kabina, ne dim që atje ka një plan zhvillimi dhe shumë miq që të ketë plan zhvillimi, pavarësisht mënyrave se si ky plan zhvillimi vihet në zbatim, të cilët Partia Demokratike do t'i rishikojë. E kam fjalën për lidhjet e shkurtra, klienteliste me oligarkët e tjerë, gjë që është një çështje tjetër, por në rast se Partia Demokratike vjen pushtet, pra që do vijmë pushtet në shtator, premtimi im është që ata banorë do të trajtohen me dinjitet. Pra, brenda kuadrit ligjor, ju e dini që ligji për urbanistikën ka një fond
për strehimin social dhe ata banor do të trajtohen në kuadër të këtij ligji. Pra, do të marrin strehim social në ato vende, në ato objekte që do të ndërtojnë atje, dhe ky është një premtim i imi të cilin unë do të luftoj deri në fund për ta bërë realitet për ata banor që u kanë dhënë fjalën dhe që besoj që kjo është gjë më e drejtë, jo thjesht se u kanë dhënë fjalën unë. Flasim pak tani për atë pra për programin tuaj dhe se si do të zgjidhni ju të gjitha këto probleme që keni hasur gjatë kësaj fushate. Pra, fillimisht, flasim pak për programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, cilat janë disa nga pikat më pikante që dhe ju si kandidat ju të rreqë më shumë. Po, absolutisht. Programi i Partisë Demokratike në këto zgjedhje, unë e kam thënë dhe herë tjetër dhe vazhdoj ta them, për mua, në optikën time, është i vetmi program që partitë politike në Shqipëri kanë. Të paktën partitë politike të cilat pretendojnë të marrin pushtetin, e kam fjalën për Partinë Socialiste në këtë rast, ne dimë që nuk ka program. Ndërkohë që programi i Partisë Demokratike është një program i studiuar, i bërë nga ekspertët më të mirë vendas dhe ndërkombëtar, dhe është një program ambicios. Është një program ambicios sepse normalisht nëse ne duam ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sigurisht që ne duhet të jemi ambicioz. Shtyllat e programit Partisë Demokratike janë ekonomia, dhe sigurisht që unë i kam këtu tatim fitimi 15%, kjo është tatim fitimi 10%, tatimi paga 10%, ndërkohë krahasimi me Partinë Socialiste, biznes i vogël pa TVSH do shkojnë në 180.000 euro xhiro vjetore, biznes i vogël pa tatim fitim deri në 180.000 euro nga 140.000 euro që është sot, e kështu me radhë. Taksa e transferimit pronë do bëhet 2%, sot është 15%, etj, të cilat sigurisht këto i japin një frymarrje ekonomisë. Kjo është e para, që janë premtime konkrete. Qëndrojmë pak këtu, si është situata e biznesit sot? Pra ju keni shkuar në teren, e keni parë biznesin? Atëherë, patjetër, shiko, biznes i vogël. Sot biznes i vogël, pra ai që zakonisht është biznesi familjar, si përmarrësit e vegjël mbajnë familjen e tyre, është në prag të kolapsit sepse e para është i mbytur me taksa dhe tatime, pavarësisht se në publik thuhet që janë ulur, por janë ato që quhen taksat fsheta. Kjo është e para. E dyta, rritja e çmimit të energjisë elektrike, që është 170 lekë sot, 17 lekë të reja. E treta, shtrejtimi i karburanteve, që sigurisht kjo është ndikon drejt për drejt në biznesin e vogël, por ajo që është më e rëndësishme për biznesin e vogël është rënja e fuqisë blerëse të popullatës, pra të konsumatorit. Në fund të ditës biznesi i vogël është një biznes i cili i shërben konsumatorit, po themi, jo elitar, sepse normalisht biznesi i vogël është biznes që ndihmon konsumatorin, pensionistët, punonjësit që kanë paga të ulta e me radhë. Dhe sigurisht që kjo është stresa që është me prekur dhe normalisht rritja e çmimeve, ndonjëherë në vend e pensioneve dhe paga të ultave për një kohë të gjatë. Goditja që i është bërë euros, pra edhe ata që sjellin, pra pensionistët që u sjellin remitanca, të gjitha këto kanë bërë që biznesi i vogël të goditet. Pra është i goditur në dy fronte, qoftë nga fronti qeveritar me këto që unë përmenda, me rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, të naftës, të tatimeve, të rritjes të pagesës sigurime shoqërore, presioni që u bëhet me kontrollet e me radhë, dhe nga ana tjetër është rënja e fuqisë blerëse të konsumatorit. Partia Demokratike ka menduar që të ndërhyjë në të dyja këto shtylla. E para, të lehtësoj barrën fiskale për biznesin, të uli çmimin e energjisë elektrike nga 170 lekë nga 17 lekë në 6 lekë të reja, të uli çmimet e karburanteve me të paktën 30 lekë, të cilat të gjitha këto janë përfitime për biznesin, nga ana tjetër duke ndihmuar konsumatorin, pra duke bërë pensionin minimumin etik 200 euro, duke rritur pensionet, duke bërë pagën minimale 500 euro, duke bërë pagën mesatare 1.000 euro, të gjitha këto fuqizojnë dhe japin fuqi blerëse konsumatorit. Pra biznesi vogël, po jo vetëm vogël dhe biznesi mesëm, në këtë mes do të çlirohet nga kjo darë që e bllokon, që unë thash dhe do të japim një frymarrje. Dhe tjetra, Partia Demokratike zotojë të godas klientelizmin. Sot biznesi vuan nga klientelizmi. Pra ata që janë klient të qeverisë, ata që janë klient të institucioneve shtetërore, sigurisht që kanë përfitime, ndërkohë që biznesi tjetër, pjesa tjetër e biznesit, pra ata që janë të ndershëm, që nuk kanë lidhje klienteliste, që duan të punojnë me ndershmëri, janë të goditur. Sigurisht që dhe nga kjo do t'i çlirojnë. Për ne konkurenca e lirë është parim bazë i ekonomisë tregu dhe parim bazë i të djathtë të cilës ne përfaqësojmë.
Pika tjera të programit? Pika tjera të programit, për arsimin, që thash, unë e kam merak, dhe sigurisht që arsimi do jetë prioriteti prioriteteve, e ka thënë dhe vetë Zoti Berisha në fjalët që kam bajtur kudo bile edhe në Vlorë. Arsimi sot është i goditur në disa aspekte. E para, është i goditur sepse është ullur në mënyrë drastike numri nxënësve. Dhe sigurisht ullja numrit të nxënësve, sidomos në zonat rurale, bën që të ullet dhe cilësia. Partia Demokratike zotohet që nuk do ketë më klasa kolektive dhe ky është një premtim që unë e kam jashtëzakonisht për zëmër duke qenë se vi nga fusha e arsimit sepse është shumë i rëndësishëm. E kam thënë herë tjetër që për ne një fëmijë është i rëndësishëm kudo ku ai banon dhe do të marrë të njëjtin shërbim arsimor kudo ku ai banon. E dyta është rritja dhe nxitja financiare që do bëhet stafeve akademike qoftë duke filluar qoftë në arsimin fillor, në arsimin e mesëm, po dhe në arsimin e lartë. Dhe sigurisht që kjo është një nxitje tjetër. E treta është projekti digitalizimin. Sot ne kemi një shkollë pavarësisht se jemi në 2025, pavarësisht se kryeministri flet tërditën për inteligjencën artificiale, për kodimin e tjerë, sot ne kemi shkolla të cilat nuk kanë laborator digital, ose i kanë të një periudhe jashtëzakonisht të largë, gjë që nuk është efektive. Partia Demokratike zotohet që të bëj atë që quhet digitalizimi i shkollës shqiptare për të hyrë në epokën e inteligjencës artificiale. E treta, që unë prape kam për zëmër, theksi tek cilësia. Pra, theksi tek cilësia. Ne do të nxisim nxënësit që kanë prirje në fusha të ndryshme, në mënyrë që të nxisim talente, të nxisim cilësinë e nxënësve, pra për të bërë një shkollë që fokusohet tek cilësia, jo tek sasia apo tek show. Kjo është për sa i përket arsimit. Sigurisht për shëndetësinë. Sot ne kishim dhe mesazhin e ditës në Facebookun tim që kishte të bënte me shëndetësinë dhe me banat. Është një çështje shumë e rëndësishme kjo. E para njerë do rishikojnë gjithë koncesionet që janë dhënë në mënyrë që të hiqet dorë nga koncesionet abuzive, në mënyrë që financa dhe buxheti shtetit me financimet e tij të shkojë tek pacienti dhe jo tek investitorët apo tek biznesmenët. E para, e dyta, për sa i përket banave, është një çështje shumë e rëndësishme normal. Në vitin 2005, e kam thënë herë tjetër, kur erdhi ministri i shëndetësisë zoti Cikuli, ndjeri zoti Cikuli, një nga vendimet e para, një nga ligjet e para ishte fakti që në Republikën e Shqipërisë duhet të ketë barat të certifikuara nga Komuniteti Evropian. Dhe kjo vazhdoi për 8 vjet. Në vitin 2013, një nga veprimet e para të ministrit Beqia ishte pikërisht kjo, duke sjellë pretendimin që ne ulëm çmimet. Por çfarë bëri? Kjo bëri që kompanitë prestigjioze që furnizonin, kishin filiale atyre në Shqipëri, të largoheshin për shkak të konkurrencës së pandershme dhe në Shqipëri futen bana të cilët vinë nga vendet botës tretë, po themi që pra, një Shqipëri që pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian nuk mund të përdor banat të botës tretë dhe një nga angazhimet e Partisë Demokratike është që në Shqipëri do të rimbursohen, do të futen banat të cilat janë të vlefshme për Bashkimin Evropian. Po kështu nxitja financiare për mjekët, po kështu fuqizimi me kapacitete, po themi teknike të spitaleve tona, pra edhe shëndetësia është një shëndetësi për njeriu dhe që ka në qendër pacientin dhe jo sigurisht pacientin dhe mjekun, jo anekset e tjera të cilat mund të përfitojnë në mënyrë abuzive nga fondet që shteti jep për shëndetësinë. Kjo. Pastaj një pikë tjetër ambicioze është ajo që ne quajmë paketi i ndihmëshorisë e 100 ditëve të para, e cila sigurisht është një nga gjërat që ka gjetur më shumë përkrahje tek qytetarët. Pra, ajo që ka të bëjë me minimum, vendosjen e minimumit etik, me pagën minimale, me pagën mesatare, kështu edhe rritjen e pensioneve, gjë që do jetë një gjë që unë besoj që do ketë një impakt shumë pozitiv në 100 ditë e para, duke i dhënë një frymarrje ekonomisë, po dhe duke i çliruar një masë të madhe njerëzish nga ankthi i fundit muajit për të përballuar jetesën. Do të vetau, keni ju një program tuaj personal, apo jeni në unison me programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Mështore? Atëherë, Ermal, programi im personal e para punës njerë është që unë do të punoj fort në mënyrë që ky program, pra nëse do jem në Kuvendin e Aqëm dhe në Parlamentin e Aqëm, do punojnë pranë qeverisë Partisë Demokratike, kuptimin që ky program të zbatohet, ashtu si besoj që do bëjnë gjithë kolegët e mi. Kjo është e para. E dyta, mu zotojmë që do jem një zë i fuqishëm në Parlamentin e Shqipërisë, ku do flas për çdo problem, për çdo hall që do kenë
zgjedhësit jo thjesht në zonën që unë kam pra atje ku banoj dhe ku kam zonën time rajonin 4, po për gjithë qarkun e Vlorës. Tjetra, unë zotojmë që këto pika që thash, pra ajo zona, pjesa e gabinave të plazhit të vjetër, e para. E dyta, çështja e ujit dhe infrastrukturës në zonën e Babicës dhe Tali Kokës, çështja e shpronësimeve, çështja e, po themi tashmë legjendare e kanalit ujrave ai që njihet si kanali Naungës, 2 rrugët që të përmenda Ramo dhe Pronjë Petoshati, dhe çështjet e legalizim shpronësimeve në atë zonë që ne dim sot që është një zonë e lakmuar, do të jenë prioriteti i programit tim personal. Po themi sigurisht pa lënë mënjan në asnjë moment aty që unë kam më përzemër që janë çështjet e arsimit në qarkun e Vlorës. Ju jeni përfaqësuesi i komunitetit Çam në fakt në Vlorë. Përfaqësuesi i shqiptarëve të Çamit, do thosha unë, pa se ka një konotacion të pa këndshëm për mua çështja fjala komunitet, por kjo është çështje terminologjie, po mua pëlqen të jemi, unë jam pjesë e shqiptarëve të Çamërisë. Dhe si po ju pret ky komunitet i shqiptarëve të Çamërisë? Atëherë, bashkëpatriotët e mi, po themi shqiptarët me origjinë çame, janë si thua zemra e fushatës time. Pra nëse shikoni si një organizëm, zemra ajo që pumpon gjakun dhe më jep mua fuqinë, janë pikërisht patriotët e mi dhe shqiptarët e Çamërisë që jetojnë në gjithë qarkun e Vlorës. Më kanë pritur shumë mirë, më kanë pritur si birin e tyre, sigurisht unë nuk është se erdha i katapultuar, unë kam qenë për ditë mes tyre, qoftë në çështjet që i prekin shqiptarët e Çamërisë, pra ato që kanë të bëjnë me ato çështje që ne i kemi trajtuar dhe i kemi thënë, pra çështjet po themi promovimit të kulturës çame, çështje promovimit të figurave me origjinë çame, çështje ngritje çështjes çame, njohja e asaj që është bërë në 45-ën si genocid, çështje që kanë të bëjnë me ligjin e luftës, janë çështje të mëdha politike, por edhe çështjet lokale, promovimi i kulturës, promovimi i figurave të shqiptarëve të Çamërisë. Për mua një gjë më e rëndësishme është ose si thua ngritja e dinjitetit dhe dinjiteti shqiptarëve të Çamërisë. Gjitha këto çështje ne i kemi trajtuar. Sigurisht edhe brenda Partisë Demokratike, ku unë kam mbajtur pozita, po themi antar i kryesisë, nënkryetar për kaq kohë, i kemi njohur, pra jam i njohur me ta, por ky status, pra kandidati për deputet dhe origjina ime çame, më jep një status tjetër dhe unë ndjej që përkrahja e tyre është maksimale dhe kjo është një nga fuqitë e mia, po themi, ata thash dhe një, po e them janë motori, zemra e fushatës time elektorale. Dhe çfarë do të bëni ju për promovimin e kulturës çame, për zgjidhjen e çështjeve çame, pra nëse do të jeni në parlament pas 11 majit, do ta ngrini zërin për këtë çështje? Premtimi im i parë, solem, është që për asnjë arsye politike, jo politike apo çdo tjetër, unë nuk do hresht së foluri për çështjen çame. Pra nuk ka asnjë gjë që mund më bëj të më mbyll gojen për këtë çështje. E para, kjo dhe ky është premtim solem. E dyta, për mua është çështje e dinjitetit. Unë e kam thënë, ja them dhe bashkëpatriotët e mi, çështja çame në thelb për mua është çështje e dinjitetit. Dinjiteti njerëzor është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Është i barazvlefshëm me jetën normale. E kam thënë edhe tjetër, po e përsëris prapë. Dinjiteti njerëzor është dhe në përkëmbja e dinjitetit të shqiptarit të Çamërisë për mua është çështja kryesore. Pastaj, çështjet e tjera që kanë bëjnë me anën teknike, juridike, politike, janë çështje që diskutohen. Janë çështje që diskutohen. Sigurisht është rikthimi i dinjitetit. Dhe rikthimi i dinjitetit do të thotë që një përfaqësues deputet, një ministri i qeverisë shqiptare, kryeministri i qeverisë shqiptare të flasi për këtë çështje pa asnjë lloj doreze dhe kjo do jetë përpjekja ime kryesore. Zoti Fetau, cili është komenti juaj për kandidatët e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Pra, a është ky ekipi i cili do ta çojë këtë parti drejt fitores dhe drejt suksesit që ju po përmendni së fundmi me 6 mandate? Shiko, kur kemi ardhur në fillim, sigurisht që unë kisha komentin tim që besoj që ishte një listë shumë e mirë. Gjatë këtij muaji që ne kemi punuar së bashku, unë jam edhe më i bindur për atë që them. Ndryshe nga ato që unë kam dëgjuar për rivalet tanë, çështjet e rivalitetit e tjera që kanë kaluar nga një nervozizëm mos edhe më tepër, në kampin tonë çdo gjë është e qetë. Ne punojmë të gjithë si një ekip, besoj ju keni parë dhe në kronikat tuaja që keni transmetuar, ku ne shkojmë të gjithë
si një ekip, njerëzit na mirëpresin si një ekip, pastaj secili demokrat, secili votues i djathtë, secili votues tjetër ka të drejtën e tij të zgjedhë. Dhe kjo është një gjë e mirë. Kjo tregon një pjekuri politike të ekipit, kjo tregon një pjekuri politike edhe të Partisë Demokratike, edhe të drejtuesve të qarkut, zotit Leskaj, zotit Hoxha, zotit Sharaj, që kryetari i Partisë e merat. Pra, është një pjekuri politike e gjithë ekipit, por sigurisht nëse ekipi, pra ne që jemi listën e hapur, nuk do ishim të tillë, sigurisht që do kishte probleme. Dhe kjo më pëlqen. Secili nga ne ka tipologjinë e tij, ka karrierën e tij, ka backgroundin e tij, ka rrethin e tij miqësor shoqëror, sigurisht ka çfarë u thot qytetarëve me backgroundin që ka, dhe kjo e harmonizon gjithë ekipin dhe unë besoj që është pikërisht një nga elementët, siç e kemi thënë, është në njërin anë është programi, në anën tjetër është ekipi, pra këto elementë shkojnë në harmoni dhe unë besoj që ne do kemi një rezultat befasues në qarkun e Vlorës. Dhe duke qenë se jeni në listën e hapur, keni garë me dikë nga kandidatët? Pra me keni garën brenda Partisë Demokratike, brenda listës? Sigurisht, unë thashë se cili ka tipologjinë e tij. Domethënë ne përfaqësojmë pjesë të ndryshme, qoftë nga pikpamja e origjinës, po themi, të popullatës, qoftë nga pikpamja profesionale, qoftë nga formimi kulturor, qoftë nga backgroundi familjar, dhe secili plotson atë puzzle-in e fitores. Të gjithë janë rival, të gjithë janë miq, të gjithë punojnë për një qëllim dhe fati ndihmoft më të mirin. Po kandidatët e Partisë Socialiste si vlerësojnë? Shiko, unë thashë herën e parë, thashë mënyra se si është bërë lista, mua më kujton edhe thash Perandori Roma Kaligulën, domethënë, sidomos sa i përket pjesës, po themi, të listës mbyllur, jo vetëm qarkun e Vlorës, por në gjithë qarqet e tjera, ato që dëgjojmë informacione që na vijnë, them që ka një rivalitet të madh, ka nervozizëm, sigurisht ka dhe stërkëmsha, gjë që unë besoj do ndikojnë në rezultatin e tyre. Në thënë, fakti që ka figura të mirënjohura politike si zoti Sina, zoti Gjiknuri, apo të tjerët atje, dhe sigurisht që rivaliteti ndoshta është edhe më i madh, po nervozizmi, po fakti që kur shkojnë të qytetarët, disa prej tyre kanë disa mandate, kanë çatu thonë më. Gjë që bën më të komplikuar situatën, më nervoze situatën në kampin socialist. Përmbyllët pak ditë më parë fushatën në Vlorë, ku i pranishëm ishte edhe zoti Berisha, por normalisht që fushata zyrtarisht nuk ka përfunduar, pasi jeni ende në teren. E ndjet energjin, pra çfarë energjie përcolli ai takim përmbyllës? Atëherë, të dy takimet, në qoftë i hapjes pallatit e sportit, qoftë takimi përmbyllës në sheshin përballë teatrit, ishin dy momentet kulmore të fushatës, të cilat treguan disa gjëra. E para treguan që Partia Demokratike në degën Vlorë ka punuar dhe normalisht pjesëmarrja tregoi punën e tyre. E dyta tregoi që Partia Demokratike, programi saj është i mirëpritur nga qytetarët e Vlorës, dhe e treta pastaj që është më e rëndësishme, tregoi që ndryshe nga sa thonë, ndryshe nga sa flitet, ndryshe nga propaganda, profesor doktor Sali Berisha është lideri më i pëlqyer në paktën në pjesën e opozitës, dhe kjo e tregoi atje. Mesazhet që ai dha ishin mesazhe shumë të rëndësishme. Besoj që ju e pat vetë. Qoftë dhe mesazhet që na dha në mbledhjen e shtabit, në mbledhjen e ngushtë të shtabit, pas asaj ishin po të tilla, dhe mesazhet janë të qarta: takim, shtëngim duarash me qytetarët, shikimi drejt në sy, trokitja në çdo derë, në mënyrë që ne të përçojmë fjalën e Partisë Demokratike dhe programin e saj, që është programi më ambicioz. Ky është çelësi fitores, ky është, po themi porosia që dha, dhe mesazhi i fortë që dha profesor doktor Sali Berisha në takimin. Dhe sigurisht kur e bën ai, ne të tjerët që jemi sa gjysmë moshës së tij, duhet ta bëjmë 10 herë më tepër. Dhe pikërisht kjo do të bëjë rotacionin, kjo do të bëjë që Partia Demokratike dhe opozita të vi pas 12 vitesh opozit të vinë pushtet? Janë një sër faktorësh, të cilët ne i kemi përmendur. Faktori i parë që do bëj është, për mua, është programi ambicioz. Në, po themi, 2 herët ku Partia Demokratike ka ardhur në pushtet, ka pas programin ambicioz. Edhe në 92-shin ishte partia që bëri shndërrimin e sistemeve, dhe në 2005-ën, besoj ju e dini, që erdhi me një program taksa e shesht e të tjerë, pra lufta kundër korrupsion, lufta kundër bandave, që dhanë efekt më njershëm. Sigurisht që edhe në 2025-ën ky është programi. Kjo është e para, pra është program. E dyta
po ka që rëndësishme është fakti që kjo qeveri në 12 vjetë i ka bërë të gjitha që mundi bërë. Mjafton të përmendim korupcionin nga Lopan, që nuk e themi ne, po e thonë shifrat, qoftë shifrat që dalin nga kontroli shtetit, qoftë puna e Spakut që ka çuar pas segurave një sër figurash të larta të Partisë Socialiste dhe të qeverisë. E thot praktisja e vendit. Instati vetë thot 400.000. Mas 3 muaj që nëzori shifrat e regjistrimi, thot 400.000. Po asti asu nuk e besojnë që janë 400.000, besojnë që minimum janë 2 fishi, në 12 vjetë. Pra, kur ti ke gjithë të suksese, pse ikin shqiptarë? Tjetër, mënyra përqendrimi i pushtetit. Përqendrimi i pushtetit në një dorë. Ne po shkojmë dal nga dal, mos kemi shkuar drejt një autokracie minimum, për të mos thënë diktaturë. Nuk ka shqiptar që nuk e di që çdo gjë këtu e vendos Edi Rama. Qofse del një shqiptar dhe më thotë që nuk e vendos, po e vendos, atë e dim, punët e bashkisë, punët e publike, investimet, mënyra se si do bëhen të gjitha. Pra, të gjitha këto bëjnë që kjo qeverisje të jetë e diskredituar për të kërkuar votin njerëzve. Pra, nga njëra anë, është programi ambicioz i Partisë Demokratike, nga ana tjetër është qeverisja e diskutuar 12 vjeçare e Partisë Socialiste. Unë nuk besoj, nuk di se duhet më tepër që ne të pretendojmë rotacionin dhe jemi të sigurt në rotacion. Zoti Fetau, jeni të sigurt se edhe ju mbështet Krista Civita për të patur sukses dhe për të ardhur në pushtet? Shiko, jo se na mbështet Krista Civita është një strateg i fushatave elektorale dhe sigurisht fushata e fundit e presidentit Trump e tregoi këtë. Unë e thash, kam thënë përpara, fakti që ai vjen, ai nuk vjen do kudo. Ai shikon një arsye për të ardhur këtu dhe ai e ka thënë në mitingun e hapjes në Tiranë, e ka thënë kur ka folur në intervistën me Fevziun në mos gaboj, e tha dhe në takimin që ne patëm gjithë kandidatët me të. Pra, arsye që ka ardhur është se ai shikon tek Edi Rama një Tiranë dhe një rrezik për Shqipërinë dhe shikon te profesor Berisha, po themi, figurën e vetme që mund t'i kundërvihet këtij dhe ka ardhur pikërisht për të rikthyer në pushtet Partinë Demokratike me zotin Berisha. Cilat ishin porositë që ju dha Krista Civita? Porositë që na dha Krista Civita ishin ato që ne i kemi shpalosur gjatë gjithë mënyrës se si e kemi bërë fushatën. Që do të thotë, e para ishte përqendrimi i kohës më shumë te shpjegimi i programit, pra 80-20 dhe më pak tek ajo që shqiptarët tashmë e dinë që është keqeverisja. E dyta është takimet derë më derë. Ilaçi më i mirë është takimet derë më derë. Sepse sigurisht ju e dini, ashtu si në rastin e fushatës së Trump me Kamala Harris, establishmenti që donte të mbante në pushtet Biden nëpërmjet Kamalës, kishte krijuar një imazh që kishte të bënte me sondazhet, kishte të bënte me krijimin e një opinioni duke demonizuar figurën e Trumpit dhe mënyra më e mirë që ai të përcillte mesazhin ishte takimi direkt me njerëzit. Të njëjtën strategji propozon dhe La Civita në rastin e Shqipërisë, ku ne dim me mediat, me mënyrën se si funksionojnë mediat qendrore sondazhet si kemi ground tuaj. Po pikërisht pra sondazhet janë pjesë e atij me sondazhet që po zhvillohen në disa nga mediat sondazhet janë japin fitoren në Partisë Socialiste. Sondazhet janë pjesë e kësaj propagande të cilën ne duam ta zhbëjmë duke takuar drejt për drejt qytetarë. Sondazhi më i mirë janë ato që ka thënë qytetarët në takimet tona normale. Që do ta shikoni në 12 maj, që janë të pakënaqur nga kjo qeveri dhe që kanë shpresë te programi i Partisë Demokratike dhe tek ekipi. Zoti Fetau, ju ka mbetur në mend në një histori njerëzore gjatë kësaj fushate që ju ka prekur, ju ka bërë të reflektoni? Disa. Histori e parë, po themi po e rrisë në rend kronologjik, është e një zonje që është në lagjen time që ka qenë për vitesh aktiviste e angazhuar Partisë Demokratike dhe pash në kushte jo të mira shëndetësore, kishte bërë një operacion. Por më pëlqeu fakti që ajo vazhdonte të qëndronte me dinjitet, kjo është e para dhe ishte një histori prekse, dhe e dyta ishte fakti që institucionet e kishin lënë pothuajse në arrest. Kjo është, dhe unë e përshëndes nga ekrani zonjën në fjalë. E dyta ishte një familje në Ksamil. Ishte një familje punëtore, me një baba që ishte nga Podgoria e Korçës dhe një nën që ishte nga Ninati i Konispolit, me 3 fëmijë, të cilët kishin ngritur një biznes të tyrin me mund me djers, dhe që ishin pre e represionit të
vazhdueshëm të institucioneve lokale dhe qendrore që kanë të bëjnë me inspektoriatin e ndërtimit, me policinë, të cilët kërkonin shpresë, kërkonin dinjitet. Dhe arsyeja pse i sulmoni ishte vetëm fakti që ata ishin votues të djathtë. Ai ishte një familje persekutuar me histori persekucioni, por që ishin jashtëzakonisht punëtor, dhe unë i përshëndes nëse më shikojnë dhe ju kanë dhënë fjalën që unë do e ndjek deri në fund problemin e tyre, sepse qëndrimi i tyre me dinjitet më befasoi Ermal. Ka shumë, dhe dua ta them këtë, ka shumë të tjerë, ndoshta janë dhe më të kamur, biznesmen me biznese, të cilat në zë thonë që jemi me ju apo na përkrajmë, po e shikoj që po themi në publik bëjnë ndryshe. Dhe pikërisht për shkakun se kanë frikën e presionin nga institucionet. Ndërkohë që ajo familje dinjitoze nga Podgoria dhe nga ninati i Çamërisë qëndroni me dinjitet përballë këtij regjimi. E keni mbështetjen e Selanicës, Sarandës, Imarës, ju vetë si kandidat, pra keni shkuar në këto zona dhe më thatë që keni shkuar. Unë kam miq, e ndjeni mbështetjen e tyre? Po, unë kam miq në ato zona, kemi dhe lidhje të tjera miqësore. Unë thash kam 30 vjet që jam Partinë Demokratike, kam qenë kryetar i Degës, kemi punuar kështu në gjithë zonën, e kam derën e hapur, kam gjetur mbështetje, po kështu dhe në Sarandë dhe në Delvin. Në Sarandë është një komunitet i konsoliduar Çam, ku unë kam një banorësh, pra po themi është një nga 3 po themi komunitetet përbërës të Sarandës më signifikativ, dhe sigurisht që kam mbështetje, por në të gjithë. Unë kam punuar, thash, dhe në arsim, kam punuar dhe si mësues, kam nxënës, kam prindër të nxënësve, kam kolegë të mi kudo, kështu që në të gjitha, po themi në çdo cep të qarkut Vlorës, kam gjetur dyert të hapura dhe mikpritje. Besoni te drejtësia, është ngritur një strukturë e SPAK-ut, prokurorisë për hetimin e krimeve zgjedhore, ju keni realizuar në dirin time disa denoncime aty, por që kanë të bëjnë me çështje të tjera dhe me çështje ndoshta të presionit ndaj votuesve apo administratës. Në çfarë faze jemi dhe a keni ju besim? Shiko, ne kemi bërë denoncime që përsa i përket disa raste duke përdorimit të administratës, po themi punimeve, ato që qenë në rëndom asfalti elektoral, sigurisht që presim që institucionet të reagojnë. Tani, nuk di do me thënë që ka një njeri që nuk e kupton qarë presionin po ushtrojnë ndaj administratës, listat, targetat, 30 dhe votat sigurta, këtu e tjerë, dhe këto vedëm një dikush që nuk do t'i shikoj, nuk i shikon. Sigurisht dëgjojmë zëra edhe për tentativë për blerjen e votës. Shpresoj shumë që struktura e ngritur të mos jetë një strukturë thjesht burokratike për të qenë në rregull me letrat, por të jetë një strukturë operative, dhe presim të shohim rezultatet. Por që jam i bindur që këto që unë thash ekzistojnë. Pra presioni që bëhet administratës, përdorimi i posteve publike apo i pozitave publike për fushat elektorale janë evidente. Tentativat për intimidim të votuesve janë evidente, apo dhe tentativat për blerje. Presim të shohim që strukturat mos jetë thjesht një strukturë burokratike për të qenë në rregull me letrat, por të jetë një strukturë që do të votojë. Sepse nuk ka gjë më të rëndë për demokracinë se sa shtrembërimi i vullnetit të votuesit. Kjo është gjë më e rëndë që mund të ndodhë në demokraci. Na flisim pak për familjen tuaj, jeni martuar? Po, unë thash jam i martuar prej 20 vjetësh afërsisht me Suelën, bashkëshorten time, që është kardiologë Spitalin e Vlorës, që është mbështetja ime kryesore në këtë mision, siç ka qenë gjithmonë, pra mbështetja është reciproke. Jam prindi 2 vajzave, Edisa dhe Sonja, që ndjekin shkollimin e madhja është Edisa në klasën e 8, Sonja është në klasën e 4. I kam të 2 prindrit, do me thënë prindrit e mi janë nga, po themi, të rrallët prindër që e kanë fatin që të kenë njërin prej demëve këtu, jetojmë në njëtin vend, jetojmë bashkë me prindrit, sigurisht jo në të njëtin apartamentet të ndryshme, dhe është një fat i madh për ta. Fatmirësisht kam dhe 2 xhaxhallarët e mi, pra jemi pothuajse si familje atje, është një fat që nuk e kanë shumë rënjat. Në fakt komunitetit Çam Po, patjetër, sigurisht vazhdojmë të kemi traditën, siç kemi qenë në një obor dikur sot jemi në një pallat, dhe është një gjë shumë e mirë kjo. E kam ndjerë mbështetjen e tyre, po kështu edhe nga fisi nënës, dajot e mi, tezet e mia, pra jam i plotësuar nga kjo anë,
por ajo që unë e kam me merak është fakti që prindrit e mi janë nga prindrit më fatlum, duke qenë se kanë djalin afër, ndryshe nga shumë të tjerë që nuk i kanë fëmijët e tyre pranë. Dhe i përshëndes nga ekrani, i falenderoj shumë dhe ju kërkoj ndjes për shqetësimet, po themi që u kam sill në këtë periudhë, qoftë edhe për shkak të mungesës sime në familje. Dhe si kanë pritur kandidimin tuaj? Shiko, Ermal, unë ta kam thënë që kam një rrugtim të gjatë, dhe kjo është një gjë që prite, është një gjë që do plëciset mos sot nesër, sepse sigurisht që karriera politike dhe ambicia e ka një përfundim, po themi, në këtë rast, dhe ishte një gjë që prite. Sigurisht që dhe më prish pak Terezia, e punëve familjare me 2 fëmijë që duhen quar në shkollë, me bashkëshorten që është e angazhuar shumë në profesionin e saj, me prindrit që janë një moshë që kanë nevojë, por gjithsesi ja kemi dalë dhe po punojmë prapë si një ekip për t'ia dalë dhe unë jam shumë krenar për këtë. Duke qenë se po shkojmë drejt fundit, një mesazh pse duhet qytetarët votojnë Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore, por edhe Edmond Vetaun në 11 maj. Shiko, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Demokratike ka programin më ambicios për mua. Ka program ambicios, ka një njeri ambicios në krye i cili ambicien e tij e ka treguar në këto 30 dhe kjo është një garanci që programi do të zbatohet, ashtu siç është i shkruar, dhe sigurisht i ka dhënë provat. Tani unë nuk dua të zgjatem, por është një parti në qeveri që i ka dhënë provat, ndryrimin e Shqipërisë, sistemin në 92-shin, në 2005 me qeverisjen që për mua qeverisja më e mirë e 35 viteve e të tjera. Sigurisht pra që i ka dhënë provat. Nga ana tjetër ka një ekip përfaqësues dinjitos, ka një ekip i cili nuk janë eksperimente politike të askujt, por janë njerëz që kanë kontribuar. Sigurisht, unë i thash, Partia Demokratike ka kapacitetet për të bërë jo 1 po 10 lista dhe po të jenë po aq të mira. Dhe përsa i përket personit tim, më ftoj të më votojnë ashtu si që më kam rripritur këto ditë, sepse unë jam ky që jam ai që kam qenë dhe dje, i kam mikpritur miqtë e mi, dashamirësit, jam i hapur, nuk do ndryshoj asgjë tek unë, telefoni im do jetë po ky që është, numri i telefonit do jetë po ky që është, unë kam folur drejt, flas drejt për drejt, i njoh hallet e tyre, nuk vi as nga sallonet, nuk vi as nga jeta e luksit, po vi nga radhët e qytetarëve dhe kur më thonin problem e ndjesit ishte në kurrizin tim, dhe sigurisht që do jap maksimumin tim dhe kjo është garancia e parë që unë jap në këtë mision. Unë falenderoj, të uroj sukses, sepse jo të jeni nesër në Kuvendin e Shqipërisë. Shumë faleminderit për ftesën dhe në fund doja të bëja edhe kompliment për televizionin që thash dhe herën e parë që vazhdoni të jeni në krye, po themi, të mediave për qarkun e Vlorës, por jo vetëm për sa i përket paraqitjes fushatave elektorale dhe mënyrës se si e keni paraqitur këtë fushatë elektorale në mënyrë të profesionale dhe të balancuar dhe për këtë ju falenderoj edhe një herë. E kur thuhet kjo nga opozita vlen shumë. Është fakt. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit. Ishim me Edmond Vetaun, kandidatin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për deputet në qarkun e Vlorës.